Bukë e hupët, që ta bëjmë njerëz të bukur? Po ta bëjmë bukvale. Bukvale, po, kështu na e bën të gjysha, kur ishim të vegjël. Nëse do ta bëjmë tani yami. Duhet ta presim një herë në fillim, në copa të vogla, që të mundemi ta vëmë pazjej në tigan. E presim të gjithë, siç u thash, në 4 orë të vegjël. Edhe në një tigan hedhim pak ujë. Unë e kam të valuar, duhet valojë. Unë e kam të gatshëm, pak vaj brenda. Edhe hedhim bukën brenda. Ja, këtë e uli në sak shumë të avash. E trazojmë që të laget e gjithë buka, që të mundet që të zbutet. E trazojmë gjatë gjithë kohës që të mona digjet buka, derisa të skuqet. Edhe pasi është pjekur, shikoni si është bërë gjithë buka. E heqim nga zjarri. Do ta hedhim në një tas aty. Jet brenda një çik kanell. Disa arë. Edhe sheqer kuptohet. Edhe shikoni tani. Bukvalen. Kuptohet i gjyshet tona e bënin vetëm me sheqer. Unë e shtyva një ashtu hapur shumë edhe i vë edhe një çik kanellë edhe ara.